Tjetra për rëndësive që ka suneti, pasimi sunetit është se lumturia e vërtet dhe shpëtimi i vërtet në dunja e në ahiret është në ndjekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe e kundërta, dëshpërimi apo mjerimi është tek ata të cilët nuk e ndjekën dhe kundërshtuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse mbajtja për Kur'anin, për librin e Allahut dhe për sunetin e pejgamberit alayhi salam na ruan për gjithmonë nga humbja. Është kak i sigurisë ton, shpirtit ton dhe imanin ton. Ai që kapet për Kur'anin dhe sunetin, ai është i sigurt në dunja dhe në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: unë në mesin e juaj kam lënë dy gjëra, pas të cilave ju nuk do të devijoni. Jo kam lënë librin dhe sunetin tim. Këtë fjalë e dëshmon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai që kapet e pason librin e Allahut dhe sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është i sigurt në dunja dhe në ahiret i shpëtuar. Andaj pasuesit e sinqert pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë njerëzit më të mirë, janë njerëzit më të lumtur, janë njerëzit më të begat, janë njerëzit më të shpëtuar në dunja dhe në ahiret për shkak pasimit të tyre të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse bëhet pyetja pse janë njerëzit më të mirë, më të sjellshëm, sepse arsyeja për këtë është vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte krijesa më e mirë dhe më e porsosur në çdo aspekt të jetës. Dhe Allahu e udhëzon drejt rrugës, drejt ai që i bindet dhe i nënshtrohet urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, thot Allahu në Kur'an, dhe nëse ju e pasoni atë, Allahu ju udhëzon. Pra pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe shkak i udhëzimit dhe përforcimit qëndrueshmëri në këtë rrugë të drejtë.